Ju prezantoj podcastin e parë në Shqipëni me inteligjencë artificiale. Ndiqni episodin e parë sepse është shumë interesant. Sot do të zbërthejmë diçka thelbësore, se çfarë ndërton vërtet një lider dhe rrjedhimisht një biznes të suksesshëm. Nuk do flasim për taktika marketingu apo trende të momentit. Jo, do gërmojmë shumë më thellë te rrënjët, te karakteri, sepse ideja qendrore është kjo: suksesi i vërtet, ai që zgjat, nuk vjen nga jashtë, ai buron nga brenda. Shumica mendojnë se Chelsea është të kesh planin perfekt, strategjinë e duhur, por prit një herë, kjo nuk është e gjithë historia. Një strategji geniale në duart e njeriu të gabuar nuk prodhon asgjë. Pra, nëse nuk është strategjia, atëherë çfarë është? Mirë, të tjerë thonë, gjithçka varet nga aparat, po të kisha financimin do pushtoja botën. Por realisht, sa biznese të financuara deri në dhëmb kemi parë të dështojnë. Kapitali është një mjet, një përshpejtues i fuqishëm, por kur nuk është motori. Pra, as kjo nuk është përgjigja. Atëherë, cila është përgjigjja e vërtet? E pra, pas çdo kompanie të madhe, pas çdo lideri që frymëzon, fshihet diçka më e thellë. Suksesi nuk është as shumë ajo që bën, por ai që je. Identiteti si lider, ja ku është Chelsea. Ai përcakton tavanin e suksesit. Dhe kjo fjali e përmbledh problemin në mënyrë perfekte. Mendoni pak, bota noton në ide të mrekullueshme, por idet vetëm për vetëm nuk vlejnë asgjë pa një lider me kapacitetin për t'i bërë realitet. Mungesa e këtij kapaciteti, kjo është arsyeja e vërtetë e dështimit. Pyetja është, si ndërtohet ai? Mirë, për ta bërë këtë më të qartë, do të ndjekim një plan me 4 hapa. Fillimisht do ndërtojmë themelin, mendësia e liderit. Më pas do shohim si kjo mendësi përkthehet në veprim konkret, pastaj do eksplorojmë si ta mbajmë dhe ta shumëfishojmë suksesin përmes rritjes së liderit dhe në fund do t'i bashkojmë të gjitha bashk. Okej, le të fillojmë nga themeli. Shtylla e parë, mendësia e liderit. Këtu ndërtohet gjithçka. Para se të flasim për çfarë do veprimi apo strategjie, duhet të kuptojmë se çfarë ndodh brenda kokës. Këto janë tiparet themelore që formojnë identitetin e çdo lideri të madh. Tipari i pari është vizioni. Çdo lider i madh sheh një realitet që të tjerët as nuk e imagjinojnë dot. Mendoni pak Steve Jobs, kur ai nxori iPhone-in, a e dinte bota se i duhej? Absolutisht jo. Kur Elon Musk fliste për makina elektrike, e gjithë industria e përqeshte. Ky është vizioni, një besim i palkundur në diçka që vetëm ti e sheh. Dhe po, në fillim është një rrugë e vetmuar. Tani, kalojmë te diçka që sinqerisht ndryshon gjithçka. Përgjegjësia ekstreme. Kjo është vija që ndan profesionistët nga amatorët. Kur diçka shkon keq, lideri i vërtet nuk kërkon fajtor. Ai bën vetëm një pyetje: çfarë mund të kisha bërë unë më mirë? Në momentin që fajson diçka jashtë vetes, sapo ke dorëzuar gjithë fuqinë tënde. Dhe këtu e shohim ndryshimin bardhë dhe zi. Në të njëjtën situatë, amatori e sheh problemin jashtë, lideri e sheh mundësinë për përmirësim brenda, aty ku ka kontroll. Amatori thot, njerëzit janë dembel, ndërsa lideri pyet, a e kam trajnuar si duhet? Ky ndryshim i vogël në perspektivë është gjithçka. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë, kemi mendësinë afatgjatë. Shumica prej nesh jemi të fiksuar pas fitimit të shpejtë, apo jo? Liderët e vërtet, ndërkohë, ndërtojnë asete që rriten me kalimin e kohës, brandin, reputacionin, komunitetin. Këto gjëra nuk ndërtohen brenda natës, por kur ndërtohen, krijojnë një avantazh që askush nuk mund ta kopjojë. Mirë, e kemi themelin, e kemi mendësinë, po tani, çfarë bëjmë me të? Një mendësi pa veprim është thjesht një ëndër. Tani, kalojmë te shtylla e dytë, veprimi i liderit. Si shndërrohet ky identitet i brendshëm në diçka të prekshme? Këtu, teoria merr formë në botën e reale. Gjëja e parë që një lider bën është lëviz shpejt. Në biznes momenti humbet sa hape mbyll syt. Ai që lëviz i pari ka një avantazh të jashtëzakonshëm. Mark Zuckerberg nuk e ndërtoi Facebook-un duke pritur për planin perfekt. Ai lëvizte, testonte dhe përmirësonte më shpejt se të gjithë. Shumë njerëz presin momentin e duhur, por ai moment nuk vjen kurrë. Por kujdes, shpejtësi nuk do thotë të jesh i pamatur. Procesi është i thjeshtë, nuk ke nevojë për 100% të informacionit. 70% mjafton plotësisht. Hapi 2 merr vendimin. Hapi 3 je gati për të korrigjuar drejtimin gjatë rrugës. Thelbi është ky: qartësia vjen nga veprimi, jo nga të menduarit pafund. E ti, të gjithë presim të ndjemi të motivuar, por ja ku është gabimi. Të mbështetesh te motivimi është një kurth. Motivimi është si një mik që vjen e ikën kur do vet, nuk mund t'i zësh bes. Por disiplina, disiplina është karakter. Është aftësia për të bërë atë që duhet, edhe kur nuk ke as pak qef. Ky është avantazhi vërtet. Dhe ky citim këtu
e thot gjithçka. Suksesi nuk ndërtohet në skenë, në ndrita, ai farkëtohet në heshtje, në ato ditë kur je i lodhur i pafrymzuar, por prap se prap ulesh dhe bën punën. Këto janë tullat me të cilat ndërtohet gjithçka e madhe. Dhe veprimi i fundit, ai që zakonisht na tremb më shumë, guximi për të rrezikuar. E kemi dëgjuar 1000 herë, por është kaq e vërtet. Rritja ndodh aty ku mbaron rehatia. Kërkon të investosh kur je i pasigurt, të punësosh kur ke frikë nga kostot. Por ja sekreti, frika nuk është një sinjal për t'u ndalur. Përkundrazi, është një busull që të tregon se po shkon në drejtimin e duhur. Leadershipi është veprim pavarësisht frikës. Okej, kemi folur për mendësinë, kemi folur për veprimin, këto të dyja mund të çojnë te suksesi fillestar. Po pastaj, si sigurohemi që ky sukses nuk është thjesht një shkëndi, si e shumë fishojmë atë? E pra, këtu hyn në lojë shtylla jone e tretë, rritja e liderit. Gjëja e parë, inteligjenca emocionale. Shumë lider përqendrohen te proceset dhe harrojnë se një biznes është një organizëm njerëzor, plot me emocione. Të kuptosh kur një antar i ekipit është i lodhur apo kur një klient ka një shqetësim nuk është dobësi, është strategji. Një lider që di të dëgjojë vërtet, jo thjesht të pres radhën për të folur, ai ndërton besim, dhe besimi ai është gjithçka. Dhe kjo lidhet direkt me pikën tjetër. Në fillim, një sipërmarrës i bën të gjitha vetë, por rritja e vërtet vjen kur kalohet nga të qenit bërës në të qenit ndërtues. Të ndërtosh një ekip me njerëz më të mirë se vetja. Kjo kërkon të mposhtet egoja, sepse si individ ke një tavan, një ekip i shkëlqyer nuk ka. Dhe e fundit, por ndoshta më e rëndësishmja, mësimi i vazhdueshëm. Lideri i vërtet nuk thot kurrë unë di mjaftueshëm. Ai lexon, kërkon mentor, investon pa pushim të vetja, sepse bota ndryshon, teknologjia ndryshon, dhe rregulli është i thjeshtë, nëse lideri ndalon së rrituri, biznesi vdes bashkë me të. Pik. Mirë pra, i kaluam të gjitha pikat. Mendësia, veprimi dhe rritja. Tani është koha t'i bashkojmë, sepse kjo nuk është thjesht një listë tiparesh të rastësishme. Jo, ky është një plan integruar, një skemë për të ndërtuar identitetin si lider. Dhe ja ku i kemi të gjitha bashk, të tre shtyllat. Mendësia është themeli i padukshëm, veprimi është mënyra si ky themel shprehet në botën reale, dhe rritja është motori që siguron që suksesi të mos ndalet kurrë. Asnjëra nuk funksionon patjetrën. Të gjitha së bashku formojnë identitetin e një lideri të vërtet. Dhe për ta mbyllur, dua t'ju lë me një pyetje që ja vlen t'ja bësh vetes her pas here. Nëse gjithçka ndihet komonde, apo ndodh vërtet rritja, sepse rehatia, sado e këndshme, është armiku i progresit. Dhe kjo është ideja qendrore për t'u marrë me vete. Suksesi nuk është një destinacion ku mbërrin, por një identitet që ndërthon çdo ditë.